Në çdo edicion të Big Brother ekziston një moment kur loja ndalon së qeni thjesht spektakël dhe kthehet në një provë karakteri. Jo sepse dikush fiton një sfidë apo humb një nominim, por sepse dikush vendos të flas. Të flas pa filtra, pa strategji, pa frikë nga pasojat. Përballja mes Oltës dhe Limitit ishte pikërisht një nga ato çaste kur fjala nuk shërbeu për të sulmuar, por për të zbuluar. Olta nuk foli pa pritur. Ajo nuk shpërtheu nga një moment xhelozie apo nga një nerv I çastit. Fjala e saj ishte e grumbulluar, e mbajtur brenda për ditë të tëra, ndoshta për javë. Dhe kur më në fund doli e plot, e prerë, e drejt për drejt. Ajo I tha Limitit atë që, sipas saj, ishte bërë tashmë e dukshme, se lidhja e tij me Dolcen nuk ishte më një afërsi e paqartë loje, por një marrëdhënie që t'i kalonte kufijtë e sinqeritetit dhe të respektit ndaj të tjerëve dhe ndaj vetë publikut. Thelbi I akuzës nuk ishte thjesht afrimiteti. Ishte ritmi, përsëritja, padurimi. Ti sapo mbaron këtu, vrapon tek ajo. Një fjali që mbart më shumë se sa fjalë. Ajo nënkupton varësi, mungesë kontrolli, por mbi të gjitha mungesë transparence. Olta nuk po fliste vetëm për atë që ndodhte brenda shtëpisë, por për atë që ajo besonte se do të ndodhte edhe jashtë saj, një vazhdimsi e një sjelljeje që nuk fshihej më pas kamerave. Ky ishte momenti kur Olta ia plasi në sy. Jo me sharje, jo me tone të ulta, por me një qetësi që dhem më shumë se britma. Sepse kur dikush të thot një të vërtet pa ngritur zërin, nuk ke ku të fshihesh. Limiti u gjend përballë jo vetëm Oltës, por përballë një pasqyre kur reflektoi ajo që ai kishte zgjedhur të tregonte dhe ajo që kishte zgjedhur të fshehte. Reagimi I Limitit ishte po aq domethënës sa fjala e Oltës. Nuk pati një mohim të fortë, as një mbrojtje të strukturuar. Pati hutim, shmangje, një përpjekje për ta zbutur situatën pa e përballur thelbin. Dhe pikërisht këtu qëndron pesha e vërtetë e kësaj përplasjeje, kur një akuzë është e gabuar, njeriu reagion. Kur është e saktë, njeriu shpesh hesht. Eseja e këtij momenti shkon përtej tre personazheve. Ajo hap një debat më të madh mbi moralin në reality show, mbi kufirin mes ndjenjës dhe përdorimit të ndjenjës, mes spontanitetit dhe llogaritjes. Olta, me fjalën e saj, sfidoi një model të njohur, atë të marrëdhënieve që krijohen jo domosdoshmërisht nga dashuria, por nga nevoja për mbështetje emocionale, për aleancë, për një strehë brenda dhe jashtë lojës. Ajo nuk e akuzoi Limitin vetëm se ishte afër Dolces, por se ishte I pandershëm në mënyrën si e paraqiste këtë afërsi. Sepse në sytë e Oltës, problemi nuk ishte ndjenja, problemi ishte mohimi I saj. Loja bëhet e rrezikshme kur njerëzit nuk pranojnë atë që janë duke bërë, por e maskojnë si diçka tjetër. Publiku e ndjeu këtë përballje si një çlirim. Jo sepse dikush u sulmua, por sepse dikush guxoi të artikulojë atë që shpesh mbetet nën kuptim. Olta nuk u përpoq të dilte e bukur, as e pranueshme. Ajo zgjodhi të ishte e vërtetë. Dhe kjo, në një anë.